Numri i vizitorëve të cilët vinë çdo muaj për të vizituar Muzeun Kombëtar të Pavarësisë është në rritje nga viti në vit. Kozeta Alili, drejtuese e këtij muzeu, tregon se këtë vit numri i vizitorëve është 2 fish më i lartë se një vit më parë. Sipas Alilit, në numrin e konsiderueshëm të vizitorëve mbi zotronjtë të huajt, të cilët janë në shifrat në rritje, krahasuar me vitin e kaluar. Alili tregon se nuk mbeten pas as shqiptarët si ata të trevave, ku ka një ndërgjegjësim më të madh për të vizituar muzeun edhe nga qytetarët e Vlorës. Alili thot se të shumë në numër janë edhe nxënësit e shkollave. Shiko, unë mund t'ju them që sipas një statistike që kemi bërë, nga janari në tetor të vitit të kaluar kanë qenë gati 8350. Ndërsa nga janari deri në tetor të këtij viti ne kemi 2 fishin e vizitorëve. Kemi një rritje prej 89.8% të vizitorëve. Këta vizitorë kanë qenë vizitorë të huaj, pra ka qenë shumë e rritur pjesa e numrit të vizitorëve të huaj, por nuk mund të anashkalojmë dhe ndërgjegjësimin e shqiptarëve. Shqiptar nga mbar bota dhe shqiptar nga Kosova, nga Presheva, nga Podgorica, më thënë komplet të gjithë shqiptarët. Por ndërsa tashti nga pjesa e fillimit të shkollave, nëpërmjet projektit Edukimi nëpërmjet kulturës, ne kemi shumë vizitorë të shkollave të cilat kanë projektet e tyre dhe vinë gati 3 ditë me radhë, grupe nga shkolla të ndryshme të qytetit, të qyteteve të ndryshme të vendit tonë. Drejtuesja e Muzeut Kombëtar të Pavarësisë në Vlorë tregon se tek vizitorët nuk ka një kombësi që mbi zotron, pasi sipas saj kombësit janë të ndryshme, duke filluar me europianët dhe deri tek vendet e largëta. Sipas Kozeta Alilit, numri i vizitorëve në rritje është ndikuar edhe nga zhvillimi i sektorit të turizmit. Alili thot se brenda muzeut, pavarësisht sipërfaqes së tij të vogël, gjenden fakte historike të pakundërshtueshme, të cilat tregojnë historinë tonë kombëtare. Vizitorët e huaj kemi pasur vizitor amerikan, vizitor nga Gjermania, vizitor nga Anglia, më thënë kanë qenë gjithë përfshirëse. Pastaj italian, të gjithë këta që kemi pasur këtu. Pasi dhe pjesa më e madhe e vizitorëve gjatë gjithë pjesës turizmit kemi parë që janë, më thënë, gjithë përfshirës dhe të gjithë kanë atë dashamirësinë për të parë dhe për të njohur me kulturën dhe traditën e vendit tonë. Edhe pse ky është një muze shumë i vogël dhe duket sikur nuk ka çfarë në materialin, por e kemi bërë gjithmonë me ato çfarë kemi, me objektet të cilat janë këtu, prezantojnë më së miri dhe më së bukuri gjithë historinë dhe t'i lëm të kënaqur gjithë vizitorët që vinë. Në të njëjtën kohë, këta vizitorë kanë qenë edhe shoqërues të shumë aktiviteteve që ne kemi organizuar gjatë sezonit veror. Përgjatë këtij viti, në qytetin bregdetar të Vlorës nga të dhënat, konstatohet që ka një rritje të numrit të vizitorëve edhe në 2 muzeet e tjerë të qytetit, ata në varësitë të Bashkisë së Vlorës, por edhe në sitet arkeologjike dhe vendet të cilat tregojnë historinë tonë kombëtare.